Nisma thurje drejtuar nga Endrit Shabani ka përmbyllur në Tiranë fushatën elektorale për zgjedhjet e 14 majit. Endrit Shabani u shpreh se Shqipëria nuk është një vend i varfër, por një vend i vjedhur, ndaj është koha për ta ndryshuar këtë realitet. Imagjinoni një Tiranë ku ne Tirana i ka të gjitha mundësit. Nuk i mungon asgjë. Dhe ne nuk i meritojmë këtë. Ajo që ka ndodhur realisht, ajo që pengon hovin e Tiranës, është një grup i vogël njerëzish që tentojnë ta mbajnë peng dhe të na mbushin mendjen që ky vend nuk bëhet. Dhe sigurisht, ata që kanë provuar më parë dhe janë dorëzuar, e kanë përforcuar këtë koncept. Po siç ka një kohë për të humbur, ka dhe një kohë për të fituar. Në këto zgjedhje, Nisma thurje ka shpallur kandidatura vetëm për Këshillin Bashkiak, duke premtuar unifikim të transportit urban, ulje të kostos të jetesës, si dhe përmirësim të demokracisë vendore.